ark tipike e Nepalit. Po tipike, një nga restorantet më të famshëm që ka Nepali, Duiga, edhe nga më të lirët në botë krahasuar me cilësinë që jep. Filloj me larjen e duarve. I have to wash the hands? Sure. Këtu ka dhe dy lule. Thank you very much. But why you have to be without shoes? Because in Nepal, we don't wear the shoes to the dining area. You don't put the shoes in the dining area. Yes. Nuk vendosin këpucë në zonë, pra nuk veshin këpucë në zonën e ngrënies. Tani do hymë në pjesën e restorantit. Tavolinat janë të tilla, janë këto lloj tavolinash. Ti ulesh gati në tokë, je i ulur dhe servisi është fantastik. Shifeni pak se si është servisi i gjithi tradicional dhe secilit i printohet menyja me emrin e tij personal. Çdo gjë është tradicionale, është me 6 korse dhe meny me ushqim tipik të Nepalit. Shifeni se si janë menyt. Duhet gjej menyn time, që 1 minutë vetëm. Duhet gjej menyn time, menyja ka të gjitha të dhënat 6 courses, me emrin e personit që do të marrë pjesë. Është fantastike, kështu që ja ku e paskam. Blendi Fevzi, 6 courses meny, në datën, kjo është data nepaleze, në 2083 që kemi në Nepal, 29 qershor 2026 me ton. Janë 6 korse ku i përshkruan një për një të gjitha se çfarë janë. Tani kur të vinë korset, do t'ju tregoj më me detaje, unë po ulem njërë tani. Edhe për parsen, ku është shkruar emri i restorantit, jam i ulur thuajse këm kryq. Duhet ta shohësh kështu se si jam ulur. Edhe po pres të vi menyja. Domethënë, duhet jesh i ulur në këtë lartësi. Shifini se si janë të ulur njerëzit rreth rrotull. Ja, erdhi menyja. Ja, dhe për parsen që kanë veshur. Menyja tregon që ka 6 korse, jo thash dhe më parë. Është meny, ose di tani, kam përshtypjen që duhet jetë vegetariane. Udhtim kulinar, culinary journey, e gjitha e gatshme. Kam qenë këtu 4 vjet përpara, ta shoh tani kur vi menyja do ju tregoj vetë se çfarë ka secila, një për një. And it's a culinary journey to different parts of Nepal. So this is very first course, which comes from the Kathmandu Valley, from Newari community, and we called it Samyabasi. After this, we have 5 more courses yet to come. And in the first course, white one in front of us, those are the Tu vin të gjitha gjërat nga on the left hand side, we go to be ginger and garlic, black and Nepali, nga gjitha pjesët e Nepalit. Himalayan beans. On the top, that's a cucumber, radish and carrot. Some sun-dried baby shrimp, chicken meat, potatoes pickle, and boiled egg. And in the middle, round is a lentil pancake. On the top, we have some fried fish. And in this plate, beaten rice are the mains. We can have it with the chicken, we can have it with the beans, we can have it with the pickles as well. And we take... Erdhi pjata parë, edhe duhet ta kem në fillim, do t'i jepet dhurat Zotit. Një pjesë nga pjata jote i jepet Zotit. Këta japin Zotit, për ne si japim as njeriu, më thënë drejtën, dhe pjata është shumë e bukur, si që thash, përfaqëson të gjitha zonat e Nepalit. Kur të vjet dyta, ju a tregoj prapë çfarë ka korsi i dytë. Tani erdhi gota. Wow. Thank you. Akia tradicionale e këtyre. 45 gradë. Për vëllim. Mesa dhe ne 45 i kemi më duket, po... Po shumë mirë, shumë interesanti edhe e dyta. Kjo është e dyta, 3 janë korse, është një e parë, një main course edhe një ëmbëlsirë dezerti. Që të shoh tani se çfarë prezantimi do bëj.
Yes? We are serving second starter. So this is coming from Tara region, plain kind of flavor. So we are calling puri tarkari. Puri means bread, tarkari means some curry. So we have Yes. two types of bread. The black one, that one is black rice flowers, Yes? and the other one with flowers. From the right side we have chickpeas curry, and the middle one, the white one, that is oyster mushroom cream, and the last one means chicken with some with mushroom. Yes. Thank you very much. Erdhe dhe e dyta, të shofim tjerat. Dhe pjata tjetër, dhe di çfarë duhet jetë kjo. Kam përshtypjen. Çfarë janë këto dumpling? Dumpling të tyre që kanë, se unë nuk i njoh shumë mirë. Por që kjo është pjata e tretë, dhe më thënë, ka një sër, shikoj sa e mirë është. Is very famous in Nepal. Që nga shumë fan. Yes. Ti provoj tani. Erdhi korsi tjetër. Tani është supa. Është supa. Do të kem supën tani. Vegetable soup. Soup vegetable. Shohim tani se çka kanë brenda. Edhe kjo është shumë mirë. Hajde kurse, hajde. This is the main course? Yes, sir. We have 3 different rice here. We have some white rice, brown rice, black rice. Yes. 2 different lentils, that is yellow and black. Seasonal vegetables from our own farm, and some chicken meat, and some From your own farm? Yes. Great. Everything like rice, lentils, and vegetables are all organic from our own. Perfect. So, Sjell gjitha gjërat shohim tani. Çfarë shërbimi? Ushqim tradicional, edhe ushqimin e kanë nga ferma e tyre. Korsi i 5 të darkës. S'ka mbaru akoma, pas ka dhe gjë tjetër. we have a barbecued buffalo meat, sir. Buffalo meat. Strawberry spinach. Edhe spinach, po s'ka mbaru më, jo, të mbaroka. I pas ka të gjitha këto gjërat. And Potato. what is this? Potato, fried potato. Potato, fried potato. Pas ka akoma, This is chicken curry. this is chicken curry. Çfarë pjate? So mutton and radish. More Mutton. still? Oh, yes. Mutton and radish. Po kjo nuk e di se çfarë është, po. Tani po vjen dhe fundi. Që darka, çfarë restoranti? Tipik nepalez. Shive si është. Po ta bëj dikush në Shqipëri që të shërbej kuzhinë tradicionale shqiptare, do kishte super sukses. Shife si është. Këtu është që mund t'ulesh, kjo pjesa tjetër janë që mund të rish në tokë fare, si që është. Nga Kathmandu, Nepal. Kanë edhe personazhe të njohur të botës. Mbreti Charles, Demi Moore, Modi, Amir Khani, David Beckham, Hillary Clinton, Mbreti Charles prap, Selena Gomez, Herzog, edhe Jimmy Carteri. Hall of Fames për gjithë secilin.